bëri motrajime. Çfarë të bëna ma ka? Ka hershma, një vejtë të konë, e shkirë që të konë si puna jote. Atje një mirë është tajtë, të dhjo. E pra e mora me shumë qëllë të një. Da ku qik në i? Inshallah janë Risku nuk kemi kualifiku për të... A jenë, ha? Jena për organizator. Në bashkësorë. Bashkësorë. Dhe ministrë shtatë. Dhe kena shtatë. We don't use it because it's barely working. It's very Please rise for the national anthem of Ukraine. Today, bring the drum to the rescue war, leading over the Ukrainas.
SHFTV ju përshëndes dhe uroj mirëseardhjen, mirë se vini në Elbasan Arena, ku Shqipëria U21 do të luajë një test miqësor përballë skuadrës së Ukrainës. Tani parë për trajnerin Alban Bushi dhe Andriy Matkevic, trajnerin e Ukrainës, të cilët përshëndeten. Të dyja skuadrat janë në fushën e lojës, gati për të startuar këtë sfidë miqësore, një test i cili do të shërbejë të dyja skuadrave mbi gjitha Shqipërisë, e cila nuk ka një ndeshje zyrtare në këtë periudhë deri në kampionatin evropian që do të zhvillohet në verën e 2027-s në Shqipëri. Dy ekipet janë në fushë, kujtoj formacionet. Shqipëria vjen me një 5-3-2 ku në portë është Simoni, më pas në mbrojtje janë Fikaj, Bashi dhe Ramaj në qendër. Në krahun e majtë është Fajan Vërndreta, në krahun e djathtë Arlind Kurti. Mes fusha përbëhet me Ajdon Sheun, Burak Alidin dhe Feta Fetajn, ndërkohë që në dyshën e sulmit janë Etnik Bruti dhe Ermir Rashica. Krahun tjetër janë Doli Oarkov, Gusjev, Melichenko, Slesar, Holod, Vaschenko, Pastuk, Carenko, Psiriu dhe Husol. Gjithë shka e gati tashmë për të startuar në këtë sfidë miqësore. Kujtoj që Shqipëria U21 vjen pas fitores së marrë në Moldavi 4 ditë më parë 0-1. Ndërkohë që Ukraina do të vazhdojë eliminatoret e saj për kampionatin evropian në muajin mars. Ndërkohë që së fundmi, kujtoj, kjo skuadër mund 1-0 4 ditë më parë në Turqi. Për momentin Ukraina është në grup me Turqinë, Kroacinë, Ukrainën, Hungarinë dhe Lituaninë. Mban vendin e tretë me 4 pikë pas 4 ndeshjesh. Kanë të vështira shanset që kjo skuadër të arrijë kualifikimin në Europianin që do të zhvillohet pra në Shqipëri pas 2 vitesh. Qëto që gati tashmë për të startuar në këtë duel. Nisur kështu që sfidë në topin e parë nga qendra për skuadrën e Ukrainës, e cila vjen me një 4-3-3 në sfidën e sotme, ndërkohë që Shqipëria U21 për momentin luan me një 5-3-2. Në njëjtën mënyrë luajti edhe në ndeshjen në Moldavin, po me të njëjtin rreshtim kanë luajtur edhe kombëtarët U19 dhe U17 në kompeticionet zyrtare. Kujtoj që sot në SHFTV transmetua edhe përballja mes Kazakistanit dhe Shqipërisë, ndeshje kjo e cila mbi 2-1 në favor të skuadrës kazake, dhe Shqipëria u eliminua nga Europiani U17-s. Nesër do të transmetohet gjithashtu edhe Shqipëri Malizi për moshat U19 live dhe drejt për së drejti nga stadiumi Niko Dovana. Këni parë për numrin 8 Burak Alili, ai i cili shënoi një super gol 4 ditë më parë në Moldavi. Për disa ndryshime, trajneri Alban Bushi në krahasim me sfidën e shkuar miqësore janë titullar Simon Simoni, Ervin Bashi, Ermir Rashica dhe Etnik Bruti. Lojtarët të cilët kanë potencial vërtet mjaft mirë. Katër emra që sapo përmenda, ndërkohë shem të krosim drejt zonës. Kurti, pasimi dhe në qendër, topi që është larguar. Kanë parë pikërisht për Alban Bushin. Në vitin e tij të 9 si trajneri kombëtar U21. I cili kontrollohet pikërisht nga ana e numrit 15 Vaschenko. Ndrym Fetaj Vërndreca. Kthen topin shumë mbrapa për portierin Simon Simoni, i cili u bashkua vetëm mëngjesin e sotshëm me kombëtaren U21 për të zhvilluar të ndeshje miqësore. Kjo që ishte i grumbulluar me skuadrën A
në Andorra dhe për sfidën e djeshme ndaj Anglisë. Thuajtja si minutë. Kjo është arsyeja pse dërgua për të marrë minuta me skuadrën U21. Rivënia anësore tashmë në favor të skuadrës së Shqipërisë. Pranë topet për të ekzekutuar këtë rivënie shkon pikërisht Fabian Përndreca, lojtari i skuadrës së Bylis. Utilizuar me Dinamo për pak kohë dhe i dal nga Akademia Shënkollit. Edhe njëherë mundohet pikërisht skuadra Jon me anë të Elton Fikajt. Kalon mjaft mirë dy ndërshtar Fikaj, më pas është Burak Alili. Edhe një tjetër Burak Alili, pasimi edhe në krahun tjetër për Brutin, krosimi i këtij fundit është shumë i fortë. Bruti, pasimi edhe përpara për Rashicën. Shumë i fortë ai top. Çarkullohet topi nga ana lojtarëve të Ukrainës dhe arrin ta fitojë Fetaj, mundësi e mirë tashmë për Rashicën në brenda zonës. Rashica. Goditja e cila është shpritur nga Viktor Dolhi. Çfarë mundësie për skuadrën tonë. Një mjaft i mirë i Ermir Rashicës pas topit marrë nga Fetaj. Shem të pasim dhe më para drejt sulmet. Okarov. Topi që kontrollohet nga ana e Holod. Pra topi më mbrapa për Husol. Dhe përpara dhe Bruti fillon presimin tashmë skuadra jon. Ndrohet loja në krahun tjetër tek Pastuk. Edhe njërë tjetër janë pikërisht lojtarët e Ukrainës me topin në kontroll. Me të ridëmtuar një për lojtarëve në fushën e lojës dhe është pikërisht Gabriel Ramaj, lojtari i cili luan për skuadrën e Atalantës.
ndërkohë që Fetaj diçka për të biseduar me kryetarin kryesor të kësaj sfide. Këtu restolën e rezervave për Shqipërinë janë portieri Aron Jukaj, dhe ashtu portieri tjetër Giulio Velia, Tiar Vokri, Ermis Selima, Rok Toma, Gjergji Kote, Adi Kurti, Elmedin Rama, Aurel Marku, Dario Daka, Besar Gugjufi dhe Kevin Dodaj. Kjo që Dodaj, Toma dhe Vokri ishin titular në ndeshjen e fundit që Shqipëria fitoi në Moldavi. Bëhet gati tashmë për të rikthyer në fush Gabriel Ramaj. Edhe një tjetër mbahet topi nga ana e lojtarëve të skuadrës së Ukrainës. Alili Kurti, topi dhënë përpara nga ana Etnik Brutit. Ndërhyr me kokë Arlind Kurti. Mundësi tashmë për skuadrën e Ukrainës për dalë përpara. Faulli shkaktuar nga Elton Fikajt, po luajnë mirë kuqezimit tan deri tani. Nuk po e lënë hapësira Ukrainës. Për më tepër kemi patur 2 raste shënimi. Pa topi nga ana e Gusev. Vaschenko. Pas është Holod. Si me në krahun e majtek Okarov. Që vullën në gjysmë fushën e saj skuadra e Ukrainës në kërkim të hapësirave në fushën kundërshtare, ndërkohë që këtu kontrollon Simoni. 10 minuta lojë kanë kaluar në Elbasan Arena, 0-0 në këtë miqësore mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Rashica. Bashi. Pas është Gabriel Ramaj, Fetaj. Në të pasojë atë top, por për ndrecën Lëvënia Ancore tashmë i takon skuadrës tonë. Pret kjo Lëvënia Ancore nga ana e Fabian Përndrecës. Fikaj. Ky topi edhe përpara Drecun për Ndreca. Mundësi e mirë tashmë për Rashicën është brenda zonës Rashica. Kjo goditje, topi devijohet nga portieri Dolhi, shansi i mirë sërish për Ermir Rashicën. Nga i cili luan Kush e gjun? Ukrainë. Ermir Rashica. Skuadrën e Metalistit. Goditje nga këndi tashmë në favor të skuadrës tonë.
shkon për ta ekzekutuar. Pikërisht Ermir Rashica. Është Bruti mund të ishte një alternativë për ta ekzekutuar. Pësimi drejt zonës. Rashica, finte e tij. Një antori takon skuadrës së Ukrainës. Nuk ka faull tashmë, diçka është e rregullt, Rivania I takon skuadrës tonë, ndryrje mjaft e mirë nga ana e Burak Halilit. Halili I cili po aktivizohet rregullisht në kampionatin zviceran në kategorinë e dytë me skuadrën e Nyon. E parë dhe për Arlind Kurtin. Rivania anësore e cila do të kryet nga ana e përndrecës. Shem të top të hedhur drejt zonës nga përndreca, devijohet, më pas vjen kjo ndërhyrje. Edhe një tjetër janë lojtarët tanë ata të cilët kontrollojnë. Edhe një duhet thënë se nuk e kemi vënë thuajse as pak hapësira skuadrës ukrainase. Shem dhe trenerin e Ukrainës Mengosa, një trener spanjoll. Gusev Okarov. Ndërrohet doja në ekran tjetër pikërisht për Vaschenkon. Top për para drejt sulmet. Pastuk. Simoni del mjaft mirë të luajë me këmbë. Simoni. Edhe një tjetër provojnë ukrainasit të organizohen. Shumë tashmë të mundësi për skuadrën e Ukrainës. Simi dhe në krahun e majt. Simi drejt zonës, topi që është blokuar. Ky topi gjatë drejt krahut të majt, aty ku është Husol. Fetaj nuk kanë të largoj, tjetër mundësi tashmë për skuadrën e Ukrainës.
Dolki. Vaschenko. Pasimi dhënë për Charenkon në krahun e djathtë. Kusol. Kanë fituar kontrollin e topit tashmë ukrainasit dhe janë zhvendosur në gjysmëfushën tonë. Gjithsesi jemi vendosur mirë dhe mbrojemi mirë deri tani. Shem tashmë këtë pasim për Slesar. Shqetësimin e Ramajt. Krosim drejt zonës, topi që nuk largohet, në pas është Fetaj. Në edhe Rashica, sërish janë lojtarët e skuadrës Ukrainës. Këtu ka një faull të shkaktuar në anë e Fetajt. Ka dyshim i nervozuar dhe trajneri Alban Bushi. Shohim se çfarë do të sjellë kjo goditje dënimi tashmë. Drejt zonës, topi që është blokuar, largohet më pas nga ana e Brutit. Edhe një tjetër mbaj topi nga ana e lojtarëve të skuadrës Ukrainës. Kanë gabuar këtu rivënia anësore në favor të Shqipërisë. 0-0 mbetet gjithçka barabartë mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Topi hedhur përpara drejt sulmit është Rashica. Ramaj. Ervin Bashi. Burak Alili. Ose në fakt Aidon Shehu. Topi hedhur drejt sulmit, kërkohet pikërisht Rashica. Dolfi. Topi që është rekuperuar. Mundësi tashmë sërish për skuadrën tonë, Burak Alili. Pasimi dhënë për Rashicën. Mund kishte kombinuar me Fetaj, ishte një mundësi e mirë për skuadrën tonë. Ryn me kokë Bashi. Mjaft mirë, rin të rekuperoj. Aidon Shehu. Fituar këtë faull me sfëshorë skuadrës Hull City në futbollin anglez.
Simoni. Në të fundit ka zhvilluar 2 ndeshje si titullar Simoni në skuadrën e tij të Kaiserslautern. Ka bërë ndeshje vërtet mjaft mira. Vënë janë cora dëshmë tekon pikërisht skuadrës tonë. Që kontrollohet nga ana e lojtarëve të skuadrës së Ukrainës. Melnishenko. Edhe një tjetër skuadra e Ukrainës. Gusev. Melnishenko. Topi ka dalë është vijave kufizuese, ka vetëm rivënë nga vija fundore. Topi që kontrollohet nga ana e Dolhit. Mjaft mirë tu Gabriele Rama e vjen gjithashtu edhe për Ndreca. Goditje nga këndi, prekja e fundit është e Gabriel Ramait. Rama i cili kujtoj se luan për skuadrën Atalantës, Atalanta U20. E parë për Ajdon Shehun. Ky krosim drejt zonës, topi ishte devijuar. Vaschenko. Edhe një tjetër janë lojtarët e Ukrainës të cilët qarkullojnë 27 minuta lojë kanë kaluar 0-0 mes Shqipërisë dhe Ukrainës. E ky pasim përpara drejt sulmit.
Dhe ky topi edhe përpara drejt sulmit është Kurti. Edhe një tjetër Arlind Kurti do të ketë rivënie anësore në favor të skuadrës tonë. Përpiqet Ermi Rashica me të ridëmtuar sulmuesi Metalist Ermi Rashica. Në ky krosim drejt zonës. Ajdon Shehu. Kurti. Kemi që deli është vijave kufizuese. Për Ndreca. Topi edhe përpara drejt sulmit. Rivënia anësore tashmë. Gusev. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Fikaj. Si me dhëmë për Etnik Brutin. Edhe një tjetër janë pikë kryetarët e skuadrës Shqipërisë, ata të cilët mundohen dalin përpara. Është thyer shpejt aksioni Fetajt. Në minuta më të mira këto për Ukraina, se jo se kanë rrezikuar në portën tonë, por arrin të qarkullojnë topin. Pastuk. Okharov.
pasimi dhënë përpara drejt sulmit. e 4 minuta loj 0-0 mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Përveç dy rasteve të Rashicës. Ka pasur asgjë për të shënuar në këtë pjesë të parë deri tani. Topi edhur përpara drejt sulmit Rashica. Edhe një tjetër Ermir Rashica, pasimi dhënë në qendër. Më pas ajo ndërhyrje rivënia anësore tashmë e cila do të kryhet nga ana e përndrecës. Ka një faul të shkaktuar. Topi gjatë edhe përpara drejt sulmit. Ajdon Shehu. Simoni. Edhe një tjetër Simoni e ndron lojën në krahun e majt. Krysh për Fikajn. Rashica. Ka një ndërhyrje ndaj tij, nuk ka faul. Fetaj. Një ndërhyrje tashmë ndaj Fetajt. Topit është Burak Alili. Bryti është në zonë. Shohim se çfarë do të çelë tashmë kjo mundësi për skuadrën ton. Vjen krosimi i Burak Alilit, më pas kjo goditje dhe shkon në rrjet, shohim kalon vjen apo jo ai top. Me sa duket jo ishte Ermir Rashica. Duhet parë dhe duhet riparë edhe një herë tjetër ky moment. Këtu Simoni ka lënë portën. Protestojnë lojtarët tanë, edhe një herë tjetër shohim këtë pasim të dhënë nga ana e Arlind Kurtit. Topi u devijua dhe kishte kaluar vijën. Kujtoj që gjyqtar ansor
gaboj është një shqiptar, Denis Rexha. Keni parë dhe për Alban Bushin. Goli është për skuadrën e Shqipërisë 1-0 tashmë. Akordohet goli. Me 0 pra goli e realizuar nga Ermir Rashica. Luqar që ai top e kishte kaluar vijën. Me 0 në favor të skuadrës tonë, kalon avantazh Shqipëria tashmë me këtë gol të Ermir Rashicës. Edhe 5 minuta lojë deri në fundin e pjesës së parë. Bashi Riveni anësore tashmë kryet nga ana e Arlind Kurtit. Shkon për të ekzekutuar kjo Riveni pikërisht nga ana e përndrecës, ndërsa edhe një tjetër shohim Alili për Kurtin dhe në fund Rashica. Provon këtu pikërisht edhe një tjetër skuadra ukrainase. Kusol. Nervozuar Alban Bushi me Arlind Kurtin. Provon Slesar. Dalin përpara tashmë lojtarët tanë. Fetaj. Në cili vrapon vërtet shumë Fetaj. Fetaj arrin ta rekuperojë sërish të top. Fikaj ka kthyer më mbrapa për Ramajn. Simoni dhe përpara dhe Leporton për të luajtur topin Simoni.
Elton Fikaj. Pjedur drejt sulmit. Edhe një tjetër janë pikërisht lojtarët e skuadrës së Ukrainës. Si e mirë tashmë të shohim, vjen kjo goditje, topi shkon jashtë. Shans për Ukrainën, pikërisht me anë të Slesar. Rasti më i mirë për ta, ky është momenti i golit të skuadrës tonë. Ka një tjetër faull tashmë të shkaktuar. Holod. Ka hapësirë përpara, ka shqetësimin e Burak Halilit. Blokohet nga ana e Erlind Kurtit. Edhe një tjetër Burak Halili. Bruti për Ndreca. Ka hapësirë përpara, Fabian për Ndreca është ndalur. Do të jetë vetëm 1 minutë shtesë në fundin e kësaj pjese të parë mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Fetaj. Nuk lejohet kjo rivënie anësore, mbyllet kështu pjesa e parë mes Shqipërisë dhe Ukrainës, 1-0 kanë fituar Kuqezin të 45 minutat e para me një lojë të mirë të bërë prej tyre me 2-3 raste për shënim përpara se të vinte goli i Rashicës në minutën e 39. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër prej 15 minutash për të rikthyer sërish së bashku me pjesën e dytë të kësaj sfide miqësore.
Jemi rikthyer sërish së bashku miq të FSHF-TV tashmë me pjesën e dytë të takimit me skuadrave të Shqipërisë dhe Ukrainës për moshat U21. Do të jemi së bashku edhe në këtë pjesë të dytë për të parë se çfarë do të sjellë kjo sfidë. Kjo që e para përfundoi në shifrat 1-0 me një gol të realizuar nga Ermir Rashica në minutën e 39. Shohim tashmë se çfarë do të sjellë pjesa e dytë e kësaj sfide. Kjo pjesë e dytë kujtoj që nis me të njëjtat formacione të paktën për skuadrën e Shqipërisë. Kujtoj për skuadrën tonë u aktivizuan Simoni, Fika, Bashi, Ramaj, Kurti dhe Përndreca, Sheu, Bruti, Alili, Fetaj dhe Rashica. Ajo që përkryen zëvendësime është skuadra e Ukrainës. Hyn në lojë Ilia Krupski, largohet Danil Vaschenko. Elton Fikaj. Ishte kështu pjesa e dytë në topin e parë nga qendra për skuadrën tonë. Bruti. Përndreca. Topi që deli vijave kufizuese. Rashica. Topi që deli vijave kufizuese. Vjen nga vija fundore. Ajdon Shehu. Topi që jepet drejt sulmit për Slesar. Kërkon hapësirë. Më pas kjo tentativë Krupski. Posimi drejt zonës, Simoni arrin kontrolloj, gjithçka duket e rregullt. Sakt, kjo ndërhyrje e Ilia Krupskit. Topi hedhur përpara drejt sulmit, mundësi tashmë vjen kjo ndërhyrje e gabuar, e shkaktuar nga ana e Gabriel Ramajt. Edhe një tjetër krejtësisht në kundërkohë numri 5. Ervin Bashi.
Shojmë tashmë këtë mundësi, krosimi drejt zonës, topi që devijohet dhe shkon jashtë. E parë pikërisht për portierin Simon Simoni. Qënë dhe trenerin Melgosa. Kjo riveni ansore nga e për ndrecës. Topi i fundit është prekur nga e Rashicës. Koda i top nga e Kurtit. Shtrën pressing edhe Ajdun Shehu. Shojmë nashmë tjetër mundësi, vjen kjo goditje, topi që është blokuar. Një parë edhe për ndrecën. Vjen ky top përpara drejt sulmit. Kurti. Topi hedhur drejt sulmit. Edhe një tjetër Etnik Bruti. Tjetër topi i cili devijohet. Topi që deli e zvijave kufizuese 52 minutë. Topi që është larguar.
ushtrojnë pressing tashmë lojtarët tanë, ndërkohë që apo të akun kronet djatë Krupski. Usimi drejt zonës Simoni, dalje mjaft e mirë e tij. Edhe një tjetër është skuadra jone e cila provon me anë të Përndrecës. Kurti, pas edhe Etnik Bruti, Sharlin Kurti, Përndreca, Fetaj, mundohet edhe një tjetër tashmë skuadra jon me anë të Ermira Shicës. Ka një faull shkaktuar. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Është shumë i lartë i krosim, dalja është e shkëlqyer e portierit Dohli. Duri dëmtuar këtu Fetaj. Edhe një tjetër moment i dëmtimit të Fetajit. Topi gjatë i hedhur nga Simoni për Ermira Shicën. Si tashmë pikërisht për skuadrën e Ukrainës i gabuar ky top. Nga pikërisht portieri Simoni. Kryet kjo rivënia nësore nga ana e Përndrecës.
Pasimi dhe në kraun e djathtë pikërisht për Holod. Edhe një tjetër Krupski. Pusimi drejt zonës, topi largohet nga Ervin Bashit. Në minutat mira këto për skuadrën e Ukrainës, e cila po qarkullon topin dhe po mundohet shtypër para drejt sulmit. Pusimi drejt zonës. Topi që devijohet nga ana e kapitenit Krupski, përfundon jashtë ai top. Topi që kontrollohet nga ana e Gusev. Pastuk. Topi drejt zonës, më pas Etnik Bruti. E bon pasimin e tij Bruti. Pusimi drejt zonës, Simoni arrin të kontrolloj. Pikërisht Ermir Rashica. Topi i takon skuadrës tonë. Revënia ancore e cila do të kryet pikërisht nga ana e përndrecës. Ka një faull, tashmë do të kemi goditje dënimi. Pranë topit është Burak Halili, ai i cili do të ekzekutojë këtë goditje dënimi. Ndërkohë që bëhen gati lëvizjet e para nga Alban Bushi, Roktoma do të jetë në fushën e lojës, sulmuesi i skuadrës së Partizanit. Shumë se cili do të jetë lojtari tjetër i cili do të hyjë në fushë. Presion drejt zonës Halili, topi devijohet.
Ka një ndërrë të parregull shkaktuar pikërisht nga ana e Fikajt. Shajmë Dodaj dhe Toma do t'jenë në fushën e lojës. Ashtu do të kemi ndryshime në sulm. Largohet në fakt Ermi Rashica, në vend të tij është Rok Toma. Si dhe Kevin Dodaj, nështë do të marrë vendin e Tik Brutit. Jo, është Fetaj. Është Vladislav në fush, largohet Holod. Për skuadrën e Ukrainës është larguar edhe Bruti. Për të lënë vendin Kevin Dodajt. Provojnë të shtyjnë përpara tashmë lojtarët e skuadrës Ukrainës. Ky top drejt zonës. Largohet jashtë vijave kufizuese, riveni nga vija fundore. Topi gjati, hedhur përpara drejt sulmit. Toma, Fetaj. Largohet topi përpara nga ana e Fetajt. Edhe një tjetër Fetaj, rekuperoi topin nga ana e Buraka Lili dhe shojmë tashmë këtë mundësi për Rok Tomën, është brenda zonës Toma. Vjen ky pasim në qendër. Ideja ishte e mirë për Dodajn, por ndoshta duhej ta kishte finalizuar vetë Rok Toma. Goditje nga këndi në favor të skuadrës Shqipërisë. Edhe një herë ky pasim fantastik i Buraka Lilit. Pasimi drejt zonës, topi që grushtohet. Topi hedhur përpara, Del Simoni mjaft mirë arrit të largoj. Me këmbë edhe Albambushi, ndërkohë që shohim edhe një tjetër të grushtim drejt të portierit Dolhi.
Nisimi dhe në krahun e majt, pikërisht për ndrecën, kërkohet Fetaj. Presim mjaft i mirë i Burak Halilit. Edhe një rritje real Lili. Fetaj. Që kthehet shumë më mbrapa për portierin Simoni. Dëruar duhe me këmbë për ndrecën. Falli shkaktuar tashmë pikërisht ndaj Burak Halilit. Probleme me sa duket edhe për Fetajin. Lojtari i cili luan në kampionatin arab tek skuadra e Sharjah. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Simi dhe përpara ndërryn Ramaj. Topi që mbahet nga ana e skuadrës së Ukrainës tashmë është Oleksandr. Për ndreca, topi që është larguar. Ky krosim drejt zonës, topi që është larguar. Faul dashmë i shkaktuar këtu nga ana e Elton Fikajt. Ndërhyrje pa rregullt. Mbrojtësi tonë do të ketë goditur dënimin në favor të skuadrës së Ukrainës. Për ndeshme të tjera zëvendësime tek skuadra e Ukrainës është Kornichuk, i cili në fushën e lojës, dhe Artem Stepanov. Largohet Hoharkov.
Në ky krosim drejt zonës, topi është devijuar nga ana e përndrecës. Topi devijohet, përfundon jashtë. Tjetër topi si Delja Zviave, kufizuese. Gjatë jedhur para nga ana e Simonit. Toma. Lëviz mjaft mirë Kevin Dodaj, ka një faull të fituar prej tij, godir rënimin në favor të skuadrës Shqipërisë. Edhe një tjetër ky kalim mes tre kundërshtarëve i Kevin Dodajt. Shojt në shmën këtë goditje dënimi. Pranë topit është pikërisht Burak Halili. Përndreca provon vetë në këtë goditje, ishte një skem. Kisil. Kusimi drejt zonës, topi që është larguar. Ardhon këtu Simoni. Kusimi mirë nga ana e Kevin Dodajt. Kjo riveni ancore, topi që është devijuar. Ka një ndërhyrje ndaj Burak Halilit. Ishte në fakt Ajdon Sheu, i cili mbeti dëmtuar dhe vjen ky kartoni verdh për skuadrën ukrainase.
Kërkohet pikërisht numri 7 Danilo Krevzun. Janë të ketë probleme pikërisht për Fetajin. Hynë në fushën e lojës dhe Varfolomiev largohet Danil Vaschenko. Në parë pikërisht për Alban Bushin. Që vijon të ketë probleme pikërisht për Fetajin. Duket diçka serioze për kapitenin e skuadrës tonë. Janë tjeti shtrirë në fush Fetaj. Largohet me zduar trokitjesh Fetaj. Largohet Fetaj në vendotir Gjergji Kote. Ndrimi i treti kryer nga ana e trajnerit Bushi. Në lot Fetaj. Shpresoj mos ketë diçka që do ta mbaj shumë gjatë larg fushave të lojës. Riveni anësore kryet pikërisht nga ana e përndrecës.
Toma. Numër mirë të top Kote. Ishte i top pikërisht për Rock Tomën. Një ndërhyrje ndaj tij, për çudi nuk kemi faul. Edhe një tjetër ndërhyrje ndaj Thomas. Kjo rivënie topi që devijot nga Ajdon Shehu. Pasimi dhe në qëndër, më pas ky crossim, topi është devijuar. Goditje nga këndi tashmë në favor të skuadrës së Ukrainës. Pasimi edhe një tjetër drejt zonës, topi devijohet, më pas kjo goditje Simoni. Arrit të kontrolloj. Këtu kam vetur i dëmtuar edhe Fabian Përndreca. Ushtrirë edhe i në fushën e lojës tashmë. Bët gati për zëvendësim skuadra jon. Është Ermis Selima i cili nuk të marrë vendin e Fabian Përndrecës. Ndërkohë që Fetaj vion të çaloj. Dodaj. Ndërhyrje ndaj Përndrecës, faulli shkaktuar dhe do të vijë një karton i verdh për Artem Stepanov. Edhe një tjetër kjo ndërhyrje Artem Stepanov. Topi hedhur drejt sulmit për Tomën. Edhe një tjetër mbahet topi nga ana e lojtarëve të skuadrës së Ukrainës. Pasimi drejt zonës, krejtësisht i gabuar ai top, deli është vijave kufizuese. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Simoni.
Toma. Është brenda zonës Rok Toma. Që jepet përpara drejt sulmit. Jemi në minutën e 2 të shtesë. Slesar. Janë 5 minuta shtesë të akorduara nga ana e gjyqtarit nga San Marino, Michele Beltrano. Forcimi drejt zonës, topi që kontrollohet nga ana e Simonit. Dodaj. Si me thënë përpara drejt Thomas. Edhe njërë tjetër Rok Toma. Si e mirë më pas vjen ky krosim drejt zonës. Topi kontrolluar nga ana e portierit Dolhi. Gati dhe Ermis Selima i tashmë për tyrë në fush. Topi edhe drejt zonës, blokohet nga në Ajdon Shehut. Toma. Mundësi kundërsulmi tashmë mjaft e mirë për skuadrën tonë, ka hapësirë përpara, është Dodaj më pas Toma brenda zonës, pasimi në qendër, topi devijohet. Goditje nga këndi pranë golit të dytë skuadra jon. Edhe një tjetër shfaqje dhe altruist Rok Toma. Çfarë mundësie largohet kështu për ndreca në vend të tij është Ermis Selimaj. Në fundit një lojtar i cili luan për skuadrën e Janinës në kampionatin grek. Doda hyn mjaft në zonë, pasimi në qendër dhe kjo goditje shkon në rrjet, shënon Shqipëria golin e dytë me anë të Gjergji Kotes. 2-0, çfarë kalimi i Kevin Dodajt, fantastik. Çfarë kalimi i Kevin Dodajt. Shumë e thjeshtë ishte për Gjergji Koten. Edhe njërë tjetër, shikoni këtë goditje nga këndi, se ku ka kaluar Kevin Dodaj. Më pas kjo goditje Kotes. E vetëm 2 lojtar në një goditje nga këndi gjen golin skuadra e Shqipërisë. Vetëm 2 lojtar në zonë.
farë në vlerësimi edhe nga skuadra ukrainase. E këtu vjen vërshëllima, mbyllet kështu 2-0 kjo sfidë mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Një fitore mjaft e rëndësishme dhe me një lojë shumë të mirë nga ana e të besuarve të Alban Bushit, të cilët shënuan fillimisht në pjesën e parë me anë të Ermir Rashidis në minutën e 39 dhe në fund me anë të Gjergji Kotës 2-0. Merë sinjale pozitive skuadra U21 me këto dy fitore të marrë në fushën e Moldavisë dhe sot përballë Ukrainës. Këto janë pamjet e fundit që vijnë nga stadiumi Elbasan Arena. Të nderuar miq të FSHF TV, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë me takofsh në tjera transmetime.